qumshtoria vita është konstatu në disa mostra që përmban ka plasu në treg produkte të cilat janë marketuar, tregtuar si qumsht, por në esencë përmbajnë vaj palme dhe në rastet e tjera edhe qumsht flor. Qumshti i fermerëve tonë është qumshti më i miri, por jo gjithmonë pas dorëzimit e ruan atë cilësi. Dhe kjo ka qenë arsyeja e kontrollave zyrtare pikërisht tek përpunuesit edhe tek distributorët. Aty, siç evidentohet nga raporti, ka të tillë që kanë tradhtu besimin e fermerit dhe kanë tradhtu besimin e konsumatorit. Ata të cilët kanë lëshuar gabime të tilla në emër të profitit, pa konsideruar ndjeshmërinë e raste të tilla, sigurisht do të parashihen dhe do të përballen me masa korrigjuese. Përgjegjësia jonë si institucion është e qartë. Ne kemi detyrim kushtetues dhe ligjor që të garantojmë që ushqimi i vendosur në treg duhet të përmbush kërkesat e legjislacionit dhe konsumatori duhet të informohet drejt, saktë edhe qartë, edhe në mënyrë transparente, në që ai të bëjë një zgjedhje të informuar qoftë për konsumin ashtu për shëndetin e tij. Në një shtet demokratik, raportet e kontrollit zyrtare nuk janë qëllim në vete. Ato janë instrument për të mbrojtur interesin publik. Për të paralajmëruar po ashtu që në kontrollet të tilla zyrtare do të vazhdojnë në gjithë sektorët. Qëllimi kryesor është ende nuk dëshirojmë të gjejmë fajtorë. Dëshirojmë që konsumatori i Kosovës të di çka po hanë e çka po pinë. Qumshti plor 45%, ku është tendenca ka filluar të eksplodojë në vitin 2022. Përgjegjës është një operator, Abrazene. Përgjegjësi i dytë është operatori i dytë i madh, është Drena. Këto dyja përbëjnë afërsisht rreth 80% të këtij produktit të qumshtit plor që përdoret në industri. 3.2 që vjen nga qumshti i lopës është zëvendësuar në yndyrë të vajit palmës. Ujin e fermerit, për ujitje që ka financuar Ministria e Bujqësisë, nuk mundesh me marrë me përdor për ujit pjesë, as për prodhim të qumshtit. Kjo është një çështje që do të trajtohet me shumë seriozitet. Do ta keni parasysh që eksporti i Bashkimit Evropian në sektorin e qumshtit dhe në sektorin e mishit është bukur shumë i rregulluar për arsye të higjienës. Pra janë dy rregullore të Bashkimit Evropian për higjienën që ne kemi adoptuar që nga viti 2019, ka disa përditësime, produkte mashtruese si këto nuk plasohen në treg. Ne dyshojmë që produkte të ngjashme si këto po ashtu janë eksportuar. Është konstatuar për te dyshime të bazuar që në qumshtoren vita, Abrazen apo siç do shiq quhet, është përdorur në mënyrë të vazhdueshme në disa mostra të konstatuara vaj palmës, por në mostrat e tjera edhe qumshti plor.